Horoskopi ditor e diel, 19 tetor 2025. Dashi. Shtrirja kozmike thekson vetanalizën në lidhje me ambicjet personale. Hëna është në katror me Marsin, duke ndezur avantazhin tuaj konkurrues. Përqendrohuni në kanalizimin e kësaj energjie në mënyrë konstruktive, duke shmangur vendimet impulsive. Mund të lind një mundësi e papritur në punë, besojini instinkteve tuaja, por peshoni me kujdes opsionet. Marrëdhëniet mund të vënë në provë durimin tuaj. Komunikoni qartë nevojat tuaja për të parandaluar keqkuptimet. Kreativiteti arrin kulmin në mbrëmje, perfekt për të menduar për projekte të reja ose për të angazhuar në hobi. Aktivitetet fizike do të përmirësojnë humorin tuaj. Prandaj merrni në konsiderat një stërvitje për të çliruar tensionin. Përqafoni frymën e bashkëpunimit në vend të konfrontimit. Financiarisht, një qasje konservatore do t'ju shërbej mirë, rezistoni ndaj shpenzimeve të panevojshme. Kërkoni ekuilibrin në të gjitha përpjekjet për të siguruar harmoninë dhe progresin. Mos harroni, durimi është qelësi. Jo të gjitha arritjet duhet të ndodhin menjëherë. Meditimi ose një shëtitje në heshtje mund të ndihmojnë në përqendrimin e mendimeve tuaja, duke siguruar qartësi në vendimarrje. Vlerësoni fitoret e vogla sot. Demi. Ndikimi qiellor i sotëm inkurajon reflektimin mbi rrugën tuaj të karrierës. Trini i diellit me Saturnin mbështet ambicjet tuaja, duke nxjerrë në pa qëllimet afatgjata. Stabiliteti financiar është në plan të parë, duke ju nxitur të rivlerësoni investimet. Në marrëdhënie, durimi dhe mirëkuptimi janë thelbësore, ndërsa Venusi lundron në terren të ndjeshëm emocional. Dialogët e hapur mund të forcojnë lidhjet, veçanërisht me të dashurit që mund të kenë nevojë për mbështetjen tuaj. Ftesat shoqërore ofrojnë relaksim, por mbeten të përqendruara në kujdesin për veten. Ndjekjet krijuese lulëzojnë në nyjet e sotëm, duke ofruar një shans për të eksploruar dhe zhvilluar aftësi të reja. Profesionalisht, qëndroni të adaptueshëm, ndryshimet e papritura mund të çojnë në perspektiva të reja. Nga ana shëndetësore, praktikat e vetëdijes do të përfitojnë ndjeshëm mirëqenien tuaj fizike. Konsideroni shëtitjet në natyrë ose kopshtarinë si për ngushëllim ashtu edhe për rigjenerim. Përqafoni fleksibilitetin dhe besoni në proces, ndërsa pengesat shndërrohen në gur trampolin. Kënaqësi të thjeshta si një vakt i mirë ose shoqëri e ngrohtë do të ofrojnë rehati dhe stabilitet me sulje ngritjeve të jetës. Binjakët. Energjia 19 tetorit 2025 thekson komunikimin dhe lidhjen. Ndikimi i Mërkurit rrit elokuencën tuaj, duke e bërë ditën ideale për rrjedhim ose prezantimin e ideve. Megjithatë, keni kujdes nga katrori i Mërkurit me Neptunin, i cili mund të shkaktojë keqkuptime. Sqaroni qëllimet për të shmangur konfuzionin, veçanërisht në marrëdhëniet personale ku mbretëron ndjeshmëria. Sfidat që lidhen me punën kërkojnë mendim inovativ, qasuni atyre me përshtatshmëri. Përpjekjet krijuese favorizohen duke shkaktuar frymëzime të reja. Në aspektin shoqëror, prisni biseda stimuluese që sfidojnë perspektivat tuaja. Shmangni angazhimin e tepërt, pasi pushimi është jetik për të ruajtur mbretësinë mendore maksimale. Përqafoni vetmin nëse është e nevojshme për të rimbushur. Financiarisht, koha është e përshtatshme për të rishikuar buxhetet dhe për të vendosur objektiva realiste kursimi. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet e vetëdijes. Meditimi ose yoga mund të rivendosin qetësinë e brendshme. Fleksibiliteti në plane do ta bëjë ditën më të qetë. Prandaj qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve. Mos harroni, të dëgjuarit thellë mund të ofrojë zgjidhje po aq të vlefshme sa të thuash të vërtetën tënde. Ekuilibri është qelësi në të gjitha marrëdhëniet sot. Gaforria. Nën qiellin e sotëm të ndriçuar nga hëna, depërtimi juaj emocional është rritur. Rreshtimi i hënës me Jupiterin amplifikon optimizmin, duke hapur dyert për rritje personale. Besojini intuitës suaj në marrjen e vendimeve, veçanërisht në çështjet familjare ku shkëlqen natyra juaj e kujdesshme. Në sferat profesionale, kreativiteti nuk njeh kufi, përqafoni qasje krijuese ndaj detyrave. Marrëdhëniet fitojnë nga dialogët e sinqertë, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Gaforet beqare mund të hasin perspektiva interesante përmes ngjarjeve shoqërore, ndërsa çiftet lulëzojnë nga përvojat e përbashkëta. Përpjekjet financiare kërkojnë planifikim të kujdesshëm për të siguruar sigurinë. Shmangni rrugët e shkurtra. Nga ana shëndetësore, lehtësimi i stresit është thelbësor. Një banjë gjatë ose leximi i një libri të preferuar mund të jetë rigjallërues. Mjedisi juaj shtëpiak luan një rol kyç në qetësi sot,
merrni në konsiderat angazhimin në përmirësime të vogla që krijojnë rehati. Ndërsa mbrëmja zbret, reflektimi mbi mirënjohjen pasuron shpirtin tuaj, duke ju kujtuar pikat e forta dhe pasionet tuaja. Lejoni që ndjenjat ju udhëheqin, jo të mbingarkojnë, duke e përshtatur rrugën tuaj me dashuri dhe respekt. Luani. Vëmendja është e juaja sot, ndërsa dielli ndriçon sferën tuaj të shprehjes së vetvetes. Përqafoni mundësitë që lejojnë që cilësitë tuaja të leadershipit të shkëlqejnë. Profesionalisht, puna në grup jep suksesin më të madh. Delegoni detyrat me mençuri dhe frymëzoni ata përreth jush. Në mënyrë krijuese, shfrytëzoni energjinë e diellit për të përfunduar projekte në pritje ose për të filluar sipërmarrje të reja. Perspektivat romantike janë të begatë, të mbushura me sharm dhe ngrohtësi. Angazhohuni në biseda të sinqerta për të thelluar lidhjet ekzistuese. Financiarisht, potenciali për sukses në tregti është i lartë, por qëndroni të kujdesshëm ndaj blerjeve impulsive. Kënaquni me kohën e lirë, por synoni moderimin për të ruajtur stabilitetin. Ritualet e kujdesit personal rrisin mirëqenien. Konsiderojini këto momente kohën tuaj private për të rimbushur. Rutinat e ushtrimeve janë të përforcuara sot, duke ofruar qartësi fizike dhe mendore. Ndërsa afrohet mbrëmja, një takim ose një ngjarje komunitare mund të paraqesë mundësi rrjedhëzimi. Shkëlqeni me autenticitet, duke tërhequr individ me mendje të ngjashme. Festoni arritjet personale, të mëdha dhe të vogla, ndërsa ato kontribuojnë në rrëfimin tuaj rrezatues. Virgjëresha. Dita e re inkurajon planifikimin dhe ekzekutimin e kujdesshëm. Prakticiteti i Mërkurit përzihet me Venusin, duke theksuar harmoninë në ndërveprimet e përditshme. Është një moment ideal për të rishikuar planet organizative. Efikasiteti çon në kursime të vlefshme kohe. Në aspektin e karrierës, bashkëpunimet mund të kërkojnë diplomaci. Balanconi vendosmërinë me empatinë. Financiarisht, është një ditë e kujdesshme për buxhetimin, duke siguruar që shpenzimet të përputhen me qëllime. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të qartë. Përfshini partnerët në vendimarrje të përbashkët. Beqarët mund të gjejnë tërheqje përmes ndjekjeve intelektuale. Regjimet e mirëqenies përfitojnë nga struktura. Planifikoni vaktet dhe ushtrimet për shëndet optimal. Relaksimi mendor është po aq i rëndësishëm, prandaj kushtoni kohë aktiviteteve relaksuese. Dita inkurajon kultivimin e paqes së brendshme, ndoshta përmes meditimit ose shënimit në ditar. Kujdesi për veten nuk është kënaqësi, por një domosdoshmëri, jepni përparësi asaj që ushqen shpirtin tuaj. Mbrëmja ofron një shans për të shijuar kënaqësi të thjeshta, si një film i preferuar ose një shëtitje e qetë, duke nxitur mirënjohjen dhe vlerësimin për udhëtimin e jetës. Peshorja. Vallëzimi qiellor i sotëm fton reflektim dhe rigjallërim, ndërsa Venusi është në katror me Plutonin. Zbulesat në marrëdhënie të ngushta mund të sfidojnë nocionet e paracaktuara, duke ftuar rritjen përmes cenueshmërisë. Zgjidhni komunikim të sinqert për të thelluar lidhjet dhe për të zbuluar aspirata të ndërsjella. Sa i përket karrierës, përputhja me vlerat thelbësore rrit kënaqësinë, duke e bërë atë një ditë të mirë për rrjedhim ose ndarjen e ideve me kolegët. Përpjekjet artistike lulëzojnë në ndikimin e Neptunit, duke ju nxitur të eksploroni rrugë të reja krijuese. Financiarisht, tregoni kujdes, një shpenzim i papritur mund të kërkojë përshtatje të shpejtë. Mbani një qasje të ekuilibruar, duke u siguruar që të gjitha angazhimet janë të menaxhueshme. Kujdesi për veten është thelbësor. Angazhohuni në aktivitete që rivendosin harmoninë e brendshme, nga meditimi te ndjekjet artistike. Përshtatshmëria do të jetë aleati juaj në lundrimin e ndërrimeve të ditës. Introspeksioni zbulon njohuri transformuese, duke nxitur një rivlerësim të bindjeve të mbajtura prej kohësh. Ndërsa përqafoni mbrëmjen, kërkoni ngushëllim në rehatinë e shtëpisë, duke lënë energjitë e buta t'ju udhëheqin drejt paqes dhe përmbushjes. Ekuilibri mbetet parimi juaj udhëheqës. Akrepi. Energjia e sotme thekson transformimin, ndërsa dielli stimulon pasionin dhe kreativitetin tuaj. Marsi nxit guximin për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm si në arenat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Në punë, të menduari strategjik dhe veprimi vendimtar do të nxjerrin në pa cilësitë tuaja të leadershipit, duke çuar në përparime. Emocionalisht, marrëdhëniet thellohen përmes bisedave kuptimplote, intensiteti juaj magjeps. Romanca lulëzon, e pasuruar nga prekja e butë e Venusit, duke premtuar lidhje harmonike. Megjithatë, keni kujdes nga posesiviteti që mund të turbullojë ndërveprimet.
Diskutimet financiare përfitojnë nga një konsiderate kujdesshme. Investimet duhet të pasqyrojnë strategji afatgjata. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitete gjallëruese që sfidojnë dhe fuqizojnë, duke parafruar qëndrueshmërinë fizike me atë mendore. Reflektoni mbi qëllimet personale, duke përdorur energjinë e ditës për të filluar ndryshime pozitive. Mbrëmja fton në eksplorimin e hobive ose aftësive që zgjerojnë horizontet, duke ofruar kënaqësi personale. Besojini intuitës suaj, është një udhërfyes i besueshëm mes transformimeve të sotme. Lejoni që pasioni juaj të kanalizohet pozitivisht dhe përqafoni fillimet e reja me mençuri dhe forcë. Shigjetari. Yjet inkurajojnë një përzierje reflektimi dhe shprehje të jashtme sot, të nxitur nga energjia ekspansive e Jupiterit. Mundësitë për të mësuar dhe rritur janë të shumta. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë horizontet tuaja. Perspektivat e karrierës janë të ndritshme, duke paraqitur shanse për avancim. Shfrytëzoni përshtatshmërinë tuaj për të lundruar në mjedisin dinamik. Ndërveprimet shoqërore janë të frytshme, duke hapur dyert për rrjete dhe miqësi të reja. Kini kujdes që të mos e teproni me veten. Sigurohuni që angazhimet të përputhen me qëllimet personale. Ndërsa Venusi ndikon në ditën tuaj, thelloni lidhjet përmes lidhjeve të sinqerta. Financiarisht, vendimet e kujdesshme mbështesin aspiratat e ardhshme. Megjithse shpenzimet diskrecionare mund të ofrojnë gëzim të qastit. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që balancojnë fizikalitetin dhe relaksimin mendor. Merrni në konsiderat jogën ose një shëtitje në natyrë. Mbrëmja ofron hapësirë për meditim ose planifikim të aventurave të ardhshme. Ndjekjet e gëzueshme dhe dialogu i hapur rrisin kënaqësinë, duke krijuar momente të paharrueshme. Vlerësoni spontanitetin, por ruani vetëdijen për kufi, duke nxitur një ekuilibër harmonik midis eksplorimit dhe sigurisë. Britsjapi. Sot vë në qendër të vëmendjes disiplinën dhe ambicien, ndërsa kozmosi rreshtohet në mënyrë të favorshme për vendosjen e objektivave afatgjata. Ndikimi i Saturnit rrit vendosmërinë, duke ju fuqizuar për të përballur me detyrat profesionale me energji të re. Përpjekjet bashkëpunuese mund të çojnë në partneritete të dobishme. Sigurohuni që të përputheni me standardet etike. Në sferat personale, fokusi zhvendoset drejt marrëdhënieve ushqyese. Vlerësoni kontributet e të dashurve në udhëtimin tuaj. Financiarisht, rishikoni investimet për qëndrueshmëri, duke përdorur njohuri strategjike për të forcuar sigurinë. Ndërsa Venusi dhe Saturni kërcejnë, thelloni lidhjet familjare përmes kohës cilësore, duke forcuar lidhjet emocionale. Rutinat e mirëqenies përfitojnë nga qëndrueshmëria. Ushtrimet e rregullta rreshtojnë trupin dhe mendjen, duke promovuar vitalitetin e përgjithshëm. Mbrëmja fton vetanalizëm mbi arritjet, duke quar në plane të rishikuara për përpjekjet e ardhshme. Balanconi praktikën me relaksimin, duke shijuar hobi që ofrojnë si kreativitet ashtu edhe qetësi. Festoni sukseset duke pranuar çdo hap të ndërmarrë drejt përmbushjes personale ose profesionale, të nxitur nga këmbëngulja dhe mençuria. Dora juaj e qëndrueshme udhëzon rrugën, duke ndërtuar drejt arritjeve të qëndrueshme. Ujori. Sot sjell një ajër kurioziteti dhe inovacioni, me uranin që energjizon kërkimin tuaj për përvoja unike. Skenarët profesional paraqesin mundësi për riformësimin e roleve tradicionale. Përqafoni qasjen tuaj të veçantë për të frymëzuar ndryshimin. Bashkëpunimi me kolegë me mendim përpara do të sjellë përparim. Në një nivel personal, marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur. Ndershmëria nxit intimitetin dhe mirëkuptimin. Financiarisht, vlerësimi i burimeve aktuale mund të nxjisë strategji krijuese për qëllimet e ardhshme. Tregoni kujdes me sipërmarrjet spekulative. Shëndeti përmirësohet përmes aktiviteteve jo konvencionale që stimulojnë mendjen dhe trupin, siç janë klasat e reja të fitnessit. Reflektimi në mbrëmje ofron qartësi mbi aspiratat dhe rrugët për rritje. Ndjekjet shpirtërore janë veçanërisht të dobishme, duke hapur kanale për vetëdije më të thellë. Angazhohuni në ngjarje komunitare për të lidhur me individ me mendje të ngjashme, duke ndarë ide dhe duke frymëzuar iniciativa të reja. Lëreni shpirtin tuaj inovativ të udhëheqë rrugën, duke eksploruar horizontet e mundësisë me optimizëm dhe përshtatshmëri. Përqafoni ndryshimin si një konstante, duke lundruar në valët e tij me hir dhe depërtim. Peshqi. Batica qiellore nxjerrin në pa thellësinë emocionale dhe kreativitetin sot, duke sjellë një periudhë vetanalize dhe shprehje artistike. Ndikimi i Neptunit inkurajon ndërimin dhe inovacionin,
Përdoreni këtë për të kanalizuar energjinë në projekte krijuese ose zgjidhjen e problemeve në punë. Lidhjet emocionale thellohen përmes mirëkuptimit empatik dhe përvojave të përbashkëta. Angazhohuni në dëgjim aktiv me të dashuri. Financiarisht, rivlerësoni qëllimet për të përafruar me vlerat personale, duke u përqendruar në momente të arritshme. Shmangni vendimet impulsive në favor të strategjive të konsideruara. Përfitimet shëndetësore nga praktikat restauruese si meditimi ose noti, duke ofruar paqe dhe ekuilibër fizik. Ndërsa dita përparon, mundësitë për rritje shpirtërore zbulohen përmes meditimit të qetë ose shprehjes artistike. Përqafoni natyrën tuaj intuitive, duke lejuar atë të udhëheqë udhëtimin tuaj drejt përmbushjes. Relaksimi mbrëmjes pasuron shpirtin tuaj, duke krijuar momente të qeta mes kompleksitetit të jetës. Mbani kufit për të mbrojtur mirëqenien emocionale, duke çmuar dëmshurinë dhe mençurinë që udhëheqin ndër veprimet dhe ambicjet tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.